بالله من الشيطان الرجيم رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet I takojnë Allahut që na udhëzoi në këtë fe, na boni të lindim në këtë fe, edhe pse ndoshta njëherë zgjedh rrugët e ndryshme, po Allahu Teala ja bëj ka nasib hidayetin njerit. Edhe një falënderim të veçantë prapa Allahu Dhul Xhelal që më ka bën nasib të njoftohem me këtë xhamat të dashur, në veçantë të njoftohem me hoxhën e nderuar hoxhën Ahmet. Është një privilegj për ne hoxhallarët më të rinj moshë se ai. Ta kemi atë si një dos shpirti nëse më lejon hoxha ashtu shprehem. Me gjithë zemër këtë e thon kështu. Me gjithë zemër e thon kështu. Biletuart me vetur këndej me dashamirët, çfarë të thash, më ka plujë një ndjenjë. Nëse vetura ishte shumë komfort për pak xhumi këtu në zanë, vetura e mirë. Mirë, po më ka plujë një ndjenjë sikur jam të shku ta vizitoj doni vlla. Wallahi billahi shif bie bëj. E po, a duhet bësh hoxhobie? Allahu Teala innamal mu'minuna ikhwa thot apo. Besimtarët si janë vëllezër. Mirë, po, aq më tepër kur ke shumë pika që të bashkojnë, bëhesh vëlla në shumë aspekte. Unë me vëllaun tim të dashur në shtëpi që e kam, 2-3 pika jemi vëllezër. Po, elhamdulillah, nga një nan, nga një bab, një fe e kemi, po, një shtëpi e kemi, tamam. Edhe ju që keni vëllezër. Me hoxhën Ahmet kam shumë pika tjera për me qenë vëlla nga dini. Inshallah I ma pranon atë vëllazëri, unë e me një zemër kështu, këtë ndjen një borxh ta them. Një borxh ta them. Eyvallah. Hoxhallarët në Stamboll kështu na thoshin. Hoxhën e bën hoxh xhamati. E nesër ne kuptojshim këtë fjalë. Hoxhën e bën hoxh xhamati. Ne mendojshim se ato mësimet na bëjnë neve hoxhallar. Si ti mësojsh derset më herë, si ta mësojsh fikun deri diku, në një pyetje përgjigje t'japish xhevap në meseleve, do bëhesh hoxh. Jo, nëse s'kie xhamat, s'kie kujt t'ja kallëzojsh atë. Një falënderim tash tjetër se mund t'ju duket tepër, ama hiç nuk ka tepër, shumë pak është. Unë që sa vjet bëj hoxhallek, atë sa ma boni nasip Allah, ose moshën e kam qaq. Mund të themi që një 8-9 vjet jam në teren, si I themi neve. 70-80% xhamat që më kanë ardhur, më kanë shku. Jo më thot xhamati hoxhës Ahmet. Ai më ka thënë hoxhën besi mund ta ngjysh. E tash xhamati e bën hoxhën hoxh. Hoxhallarët më të mëdhenj se ti në moshë e bëj kanë hoxhën hoxh. Se unë vitit tëm soni kallzoj ders apo kujt di kallzoj ders. Po shqyr edhe juve që u kemi, Allahu ju shpërbleft, mbanja që këto bashkësi të bukura, që këto aktivitete që I keni dhe hoxhallarëve të vadim shqirin, të vadim vlerën njerë ndaj Allahu si një shukër, pastaj edhe ndërmjet njëri tjetrit. Nëse e pat pak kadal I hypa shkallët, shif, jam I emocionum jashtë mase kështu, nuk jam unë në nivel për të fol, tu pak si hoxhallarësh këtu. Mirë po, misafir, na mere mikrofonin në fol, ta shojmë ku do dalë apo. Ama e pat si ushtajrat e shkallët, këse kadal. Gji prejqa të vaj qitafi. Zdim ne pa qitat flasim. Po elhamdulillah, shqyr Allahut, edhe atë që në ka bon nasip Allah. Dëndote e kom përmen gjajti gjdo derë, se neve, kur shkëm misafir në ka panika. Nuk jemi në do një ekip profesionale, po dim kamera, libri, vakët atë. Neve daldisemi mas sinceritetit xhamatit, daldisem po është një iftar, muhabet me hoxhën, e ne ushtajra kadal e pretësha librin, si I ka ndodhë Nasrutin hoxhës, e dini atë mesele. E kanë thirë që kështu në ders me një ve, ne hoxhallarët para se me ardhë në ders, pak përgatitemi që ka dhe flasim, apo më bojmi cirkus, e ka përgatit një ders që ashtu me qitab. Mirë po, e ka haru qitapin në shpi, edhe vjen, shqyqyrun e harrova librin të zyra e hoxha Efendis. Vjen tash, bismillah, duhet nëjse ders, xhamati pret, hoxha pret, xhamati pret. E një bon, bismillahirrahmanirrahim, hoxha, e ne thot, xhamat, deri tash, unë edhe Allahu e dishim se çka do flas, pe tash e tu ti e din vetëm Allahu çka do flas. Po shqyr tamam vakët erdhi qitafi, tash mund të nisim inshallah. Dhe bëj vetëm një vazhdim se unë këtë xhamat të dashur këtu që shumicat kanë ardhur edhe në Tetoftë e neve, nuk e ndaj. Ha te mektepi I xhamis eski jom këtu mbaj ders, ha këtu mbaj ders njëjtë quj. Prandaj vendosa ta vazhdoj dersin që e kemi lanë atje në Tetoftë,
Një pjesë e mbajtëm edhe në xhamin e xhamatit të dashur në Flavil, edhe tash inshallah si një pjesë e dytë disa minuta, sa të vijë vakti i teravis, inshallah, të lexojmë pak, fitojmë bereqet për pejgamberit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam, dhe lexojmë kitabin Shifa i Sherif me një sherh të bukur, mundohemi pak me shqyrtuar të tofa që në për derse. Për sfundi e lexojmë se si pejgamberi alayhi salatu wassalam është i zgjedhur i Allahut dhe me cilat tipare. Për sfundi përmendi pejgamberi alayhi salam, mu janë dhënë 5 gjëra që nuk janë dhënë pejgamberëve tjerë. Dhe tash vazhdojmë me hadithet tjera. Në një rivajet tjetër kalon: urida aleje ummeti, felem jakhfa aleje tabi' min el metbu'. Mu paraqit mua ummeti im, më thanë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pe atër kur ka qenë gjallë, kur ka jetu këtë rruzull toksor, kur e ka mbush këtë nur, pe atër jesh paraqit këtë ummeti i ti që dhe vje deri në kiamet. Do me thanë, edhe une, edhe ti o xhamati i dashur, me emën, me mbiemën, me emrin tant, me emrin e babit tant, vallahi pejgamberit alayhi salatu wasalam jesh paraqit. Shqyra Allahut, caktimin e Allahut, jemi paraqit si musliman, jemi paraqit si njerëz që inshallah do fitojmë shefatin e atij që kalojnë dersin e kaluar. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk e kam të mçefur mo, këti njof, edhe tabiun, edhe metbuin. Do me thënë, edhe atë që është me pozitë më të lartë, do thënë, edhe atë xhamatin që e ndjek një njeri në pozitë më të lartë, po edhe atë që e ndjek atë njeri në pozitë më të lartë. Do me thënë, tabi ai që ndjek, metbu ai që ndiqet. Themi, neve Ebu Hanifen e kemi metbu, ne jemi tabi't e Ebu Hanifes. Me hoxhën mund të numrojmë aq shumë emra që i kemi në silsile, për çfarë thom shumë pika jemi vëllezër. E takohemi të Emin Saraç Hoxha Efendia, të Hoxha të Imam Keutheria, të Ali Hajder Efendia, shumë pika zate kemi neve. Këtë që këto hoxhallar janë paraqit pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe neve inshallah si pika të vogla aty ti dalim para pejgamberit alayhi salatu wasalam. Inshallah edhe në botën tjetër që shule tjetër. Prandaj kur jemi çeksin në për tubime, këti shkojnë, ju radu aleja amal ummeti, thot pejgamberi alayhi salam. Më paraqiten mua veprat që i ban ummeti im, ku ka krenari më të madhe për neve si ummeti ti paraqiten ati do vepra ne që i bëjmë, ja Rasulallah, ti pse e bën e kështu, edhe neve u mundum të bëjmë kështu. Ku ka ma mirë se kjo? Ai në Ramazan ka agjeru, neve agjerojmë. Ai ka bo iftar, neve bëjmë iftar. Ai ka thirr mysafir në iftar, edhe neve thirim mysafir. Ai ka shku dikun di mysafir për iftar, edhe neve shkojmë. Jemi mbledh që këtu në xhami, do ngjojmë ders, do flasim për atë ku ka krenari më të madhe se tash që këtë sekond besoni, mund të bëjni edhe bie lirisht, nuk prishet bia, nuk duhet me dhënë një qefaret, nëse bëjmë bie se jemi mbafçe xheneti dhe na paraqiten që këto vepra pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nusirtu birru'bi, unë jam ndihmuar me një frikë që i jepet dyshmanit. Kjo e njëjta parafërsisht kaloi edhe në Flavil. Wa utitu gjevami al kelim, dhe mua më janë dhanë gjevami al kelimët. Do me thanë, shumë fjalë, ti mbledh në disa fjalë. Shumë kuptime të gjëra, ti mbledh në disa fjalë të numëruara. Kjo vërtet tipar i njerëzve me hikmet. Ulematim dhe janë kështu, sahabët kanë qenë kështu, edhe pejgamberët, salavatullahi alejhim ejmain, që kështu janë. Do thanë, me 2-3 fjalë ka dhanë mesazhe që 1300 vjet ulemat shkruajnë libra për ato. Ka sidomos do libra që kanë shkruajt ulemat, kanë mbledh hadithe që janë ka gjysë reshti apo një resht. Mbi ato janë shkruajt sherhe, komentime me ka 3-4 vëllime, 5 vëllime. Hadithi një resht, 5-6 faqe komentim. Gjevamiul kelim. Kjo tipari pejgamberit. Se tema ishte në kitab, me çka e ka përzgjedh Allahu Teala pejgamberin ton të dashur. U bejna e naim, duke qenë unë njëherë në gjumë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, idh gji e bi me fatihi khazainil ard, mua musollën në andrat e pejgamberve janë vahi dhe janë të vërteta, aty nuk mund të përzihet shejtani. Duke qenë unë në gjumë, me lajqet misollën këtë qelsat, këtë thesarët e ruzullit toksor. Fe vudiat fi jedeje dhe mulan që këshu mu për para meje. Do me thënë, këtë mirat ju ofrun pejgamberit alayhi salatu wasalam, ai nuk i pranoj, refuzoj, që tjetë musliman i thjesht,
shembull për neve dhe të jetë më afër shembujve tonë. Ai mos ishte sprovu me fukarallek, neve ku do e gjejshim atë mbështetje. Ai mos ishte sprovu me dëni smundje, si do bëjshim neve sa. Madje ai u sprovu me shumë sprova të rënda, i hupi kitë evlatët, subhanallah. Vesh një vajsi jetë gjallë mas vdekjes pejgamberit alayhis salam. Këtë me duart e vetë ishtinin dhe, tash edhe neve, Allah i mona sprovof me këto. Allah i gjithve në i rujt familje, në i rujt fëmijët, nipat, mbesat, ama pejgamberi e zgjodh këtë. Tamam, ja Rabi, unë djem një rob modest i jote. U e khuti me bi e nebijun dhe unë jam vula e gjithë pejgamberve. Uqbe ibn Amir, radiallahu ta'ala anhu, transmeton se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: inni feratun lekum. Besoj se në mesin tuaj, ndoshta në xhamat ka dikush me emrin Ferat. Nëse ka, lumë për atë, se që ato shkronja kanë dalë nga goja e pejgamberit alayhis salam. Do thonë një prej tiparëve të atij është me qenë Ferat. Çka është Ferat? Imam Molla Ali al-Qari do të thotë edhe imam, prijës, ai që del përpara. Mirë, po më shumë e ka këtë kuptim. Kur kanë udhëtuar dëkundi njerëzit dhe do ndalen dëkundi të pushojnë, ai ma zgën që është ma reskirant neve që i themi, ai që dëshkujet mbushe ujë dëkundi, apo ftofti madh, në mal, tash neve me veturat, ma rahat me tableta, me kuedixhi veturat, mashallah, automatik, ato udhëtime kollaj, ma para që ky ka qenë Ferati, tamam? Ai që dëshkujet dëkundi i para dhe dhe i shërbej aty në qerve. Apo ka edhe një kuptim tjetër, për pejgamberin alayhis salatu wassalam, çka do thotë? Ai dëshkuje i pari në xhennet, ta bëje terrenin hazër për neve dhe pastaj na presë neve te dera. Thon Ferati thunë edhe këtij, ai që hyn dëkundi para qerve e përgatit terrenin hazër dhe thot hajde burun, ti do ulesh këtu, ti do ulesh aty. Çashtu na bëje shefat neve pejgamberi alayhis salatu. Ai do e hape derën e xhennetit me gjithë çato gabime, me gjithë çato gjunafe, veç kur na shofe se po, ki ymeti e mua më ka dasht dhe ka dëshmu këtë ndinja, inshallah shpresojmë pe Allahut na thosë, ej aty këndej, që këtu e kje vendin. Ku do që tjetë ai vend, vetëm t'jemi pran ati të dashuri sallallahu alaihi wasallam. U ene shahidun alejkum, edhe unë jam dëshmitar për juve, thonë do të dëshmoj për veprat tuaja. Sot e kësaj dite, që këtë sekund dëshmona i dashuri sallallahu alaihi wasallam. Në atë hadith parës dhe referon që e thash, ju radu aleja amal umeti, më paraqiten mua veprat që i ban umetim. In vejetu khairan shakartullah. Nëse gjejden i punë të mirë se ka bë filani, muslimani, i këtij shekulli, këtë sprova, këtë punë dexhalli, na kanë rrethuar neve prap bëjmë hajrate, ndërtojmë xhamia në mes të vendeve ku s'është thirr ezan ndoshta me mia vite. Asnjëherë ndoshta një herë nuk ka thirr tu ezan. Tash elhamdulillah sa që këtyre muslimanëve tu i bëhet ibadet Allahut, këtu i shkojnë pejgamberit alayhis salatu wassalam. Fe in vejetu khairan, nëse e gjej këtë hajrune, e falenderoj Allahun. Çka është problemi i falënderimit? Fe in shakartum le azidannakum. Nëse falenderoni, do t'u ashtoj. Kush e falenderon Allahun? Pejgamberi alayhis salatu wassalam. Sa gjashtoi Allahu Teala ati mirësi që falenderon. Falenderon që ty të shtojnë akoma më tepër mirësit, edhe mua të më shtojnë. Prandaj vim neve këto manifestime. Aman xhamat, ju lutem xhamiat mos i lini. Netët të caktuara janë të Ramazanit. Edhe pak na shkoje. Mos harrohemi mas Ramazanit mapa, ai vitin tjetër do shkeli unë në xhami. Shqyr Allah, ky xhamat nuk është ashtu, po themi hajde helbet dëkushi nëse bën plane veç për 30 ditë unë do bëj ibadet, aman mos i mashtrohemi kurtheve të shejtanit. Ama ju e vejetu sherran, nëse më vendën i sherr mua, se edhe ato vepra do i paraqiten, Allah ja Rabbi na ruaj, na jep mendje ja Rabbi. Pa dyshim se edhe Allahu na i shef veprat. Me laqet i shkruajnë, ama ku e di, unë kur e mendoj këtë, e në pejgamberit di shkoj e më vorë një gabim që e bëj, një rezillek që e bëj ndoshta, se kom pi kafen edhe jo më bon nervos. Më u çudit një, kiti bëjmë që ato gabim, Allah i na falë. Në atë moment të më kujtojët kjo, se që kjo sjellje jote dhe shkojët e pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe mund të vazhdoj me atë grindje një burr musliman që i beson Allahu dhe të dërguarit të tij. Allahu na dhash që këtë shuhur, që këtë vetëdije. E nëse gjej sherr, dhe kërkoj falje për atë. Çfarë pejgamberi subhanallah. Ka shku në botën tjetër, është në botën e berzahut, në kabër, po pe aty ende mundohet neve të na preke me dëni hajër. Bëjmë vepër të mirë, e falenderon Allahun që të na shtohet ajo e mirë.
Ne bëjmë dë një gabim, i shkon ati, thot, ja Rabi falje. Që kjo shefat, o gjema. Që kjo me qenë ferat. Dhe inni vallahi le endhuru ila haudi el an, ka thanë në ditë kër e ka bo që këtë biset pejgamberi. Që këtë moment e shofun e haudin tem, haud atë bazenin, keutherin tim, wa inni qad utitu me fatiha khazajni lërd, dhe me të vërtet, mua më janë dhanë që ato thesaret e kejtë tokës. Mirë po, nuk u drejtova ka ato. Nuk më interesuan ato, se unë e ikbal, komplet drejtimin e zemrës time kisha ka Allahu, ka ahireti. Bile në do komentime kemi has, nëse pejgamberi a.s. këtë mirat e dynjas ju ofrun, a i nuk u interesua vetëm e vetëm që ta këtë rizane Allahut, knatësinë e Allahut koncentrim, ahiretin koncentrim. Atër thujnë ulemat këtu delni mësim shumë i madh për neve. Nuk di bëjmë ato këshilla klasike, mo mashtrojna me dy njëllek, se ju nuk jeni asi njerës, asi muslimani, une mund të dëshmoj. Mirë po, kur bëhesh musliman, pak ma i devotshëm. Mundohesh të jesh musliman, pak ma i thellë, apo, ma afër dashnis për pejgamber, për Allah, do synetet i zbatojsh, dhe të nguci. Zëp një laf, dhe të këndej një laf, një agjuzlek, një provokim. E ulemat thujnë, mos u merr me ato, pejgamberi me të mirat e dynjas nuk është marrë, se këndej ka Allah, ka ahiret, ka xhennet. Madje ka Ebu Bekër, ka Omer, ka Othman, ka Ali, ka gjithë ato sahabi. Është një mos falenderim ndaj Allahut, mos i shohësh gjithë ta njerëz që të duan, të respektojnë dhe ta dinë për shqyrat veprimtari që e bësh, ti tu marr me ato komente negative. Nuk do miresh olosh me ato. Do thënë ti bëhesh qorë për të mirat e Allahut. Mund të jenë vetëm 2 veta, 3 veta, anibe. A e din djali jot se ti je njeri i mirë, hiç mos u merr me komentimet e qerve. Le ta di e gruaja se je musliman i mirë, dhe ato me dëshmu vallahi, se unë çat e kom gajle. Unë çat e kom vallahi gajle. Ato si dëshmojnë mirë për ne, besoj edhe në ahiret dhe kemi hallin mirë. A nuk është ato xhamat. Ato na dinë neve më mirë se ki qerët. Edhe nënat, babalarët, prindët le të dëshmojnë për neve mirë, qerët çka dun le të flasin. Dhe inni vallahi, dhe unë, vallahi, ma e khafu aleikum en tushriku ba'di, nuk e kam frikë se mas meje do të bini edhe njëherë në shirkë. Ky ummet i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që ka jetu në filtrimin e mujtehidëve, filtrimin e tabi'inëve, perandoris Osmane, ulemave të mëdhenj, myftilerve, kadilerve, shejkhlerve, meshayikhve. Me lene Allah në shirk nuk bie o loshk, mos u mërzit të i ma shumë se une, mos o kjo vepër shirk, apo ajo qetra mos o shirk. Rajrat. Hoxhën e kje këtu, a i dhëtë kalzuje qka o shirk, qka nuk o shirk. Se pejgamberi a.s. në ka thënë, nuk frigem se mua edhe njerë dhe bjerë me të jem në shirk, po qka frigem, walakinni e khafu aleikum en tenafesu fiha. Frigem se dhe garojni për punë të kota kësaj dynjas. Mu dhanë kitë majrat, po nuk ja hodha një herbe shikimin një meteve të dynjas, ymeti jem dëvaje dhe këndojnë ndoshta kaside për mua, salavate dhe këndojnë teravi për mua, ilahie dhe those shumë të du ja Rasulallah, ama ma më fund dije për kësaj dynjas. Një hadith tjetër edhe 45, o që thamë dhe mbarë. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu të regon se pejgamberi a.s. ka thënë, ene Muhammedun, unë jam Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo fëmijë që lind me këtë fëtrat xhamat. Prandaj ti haja vendosh djalit emrin Muhammed, Ahmed, emrat e pejgamberit. A nuk ja vendosh, ai në shpirt është një Muhammed, tamam. Çdo fëmijë musliman që lind potencial është një Muhammed. Në Flavile tregova rastin tim, nuk dua edhe një herë të bëhemi bezdisshëm. Wa ana nabiyul ummi, un jam një pejgamber që s'kam shkrim lexim. Ummi, ai që s'ka shkrim lexim. Do ulema edhe kështu ja kanë dhënë kuptimin që jam i qytetit Ummul Qura, do me thënë jam i qytetit të Mekës. Po themi s'ka shkrim lexim pejgamberi alayhis salatu wassalam. Me njerë ulemat këtu hyn një sherh. Kujdes, kjo për pejgamberin alayhis salam është mucize, për neve është turp i madh. Yani mos me pas shkrim lexim për pejgamberin është mucize, dhe kjo e vërteton se vërtet është një pejgamber i vërtet. S'ka shkrim lexim, ama çe vjen nga Xhibrili një qita. Ka edhe ajete në lidhje me këtë. Sahibul Burde, Imam Busejri kështu thot, kefake bil ilmi
fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Kefake bil ilmi, ty o musliman, të mjafton ta dish vetëm çkëtë. Fil ummi mu'jizatan, se ka një njeri që është ummi, s'ka shkrim lezim, që kjo të mjafton ty si mu'jize. Gjithat ilm e ka pas pejgamberi, gjithat Kur'an na e solli, shkrim lezim s'ka. Fil jahiliye, qysh në jahiliye ka pas kët, wa ta'dibi dha terbie të bukur që e ka marr, fil yutmi, edhe pse është rrit jetim. E këto janë do mu'jizet mëdhaja, nëse mendomi pak ma thellë. Wala nabiyya ba'di, pas mua nuk do të ketë pejgamber. Utitu gjevami al kelim, mua më janë dhënë ato gjevami ul kelim, shumë kuptime me mbledh në disa fjalë, wa ulimtu khazanet an-nar wa hamalet al-arsh. Dhe mua më janë mësuar, do me thënë unë e di se sa ka me lajqe që janë rojtar të xhenemit dhe sa ka me lajqe që ruajnë arshin. Dhe një rivajet tjetër kështu e vazhdon, bu'ithtu bejne jedej sa'a, jam dërguar me njerë pran kiametit. Do me thënë, mas mua shumë afer do të jetë kiameti. Allahu Teala na ruaj nga fitnet e akhir zamanit. Edhe një rivajet, dhe me këtë inshallah do ta mbarojmë. Ibn Wahbi tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë se Allahu Teala ka thënë. Kësa i thuajnë hadith qudsi. Sel ja Muhammed, kërko Muhammed i dashur sallallahu alaihi wasallam. Fe qultu, thot pejgamberi, unë i thash Zotit tim, ma es'elu, çka të kërkoj? Ja Rabbi, ittakhadhte Ibrahime khalila, ti e more Ibrahimin si dost. I fole Hazreti Musës me kelamin tant ezeli, wastafajte Nuhan, e zgjodhe Hazreti Nuhin si pejgamber i dalluar. Wa atajte Sulejman mulken la yanbaghi li ahadin min ba'dihi. Dhe i dha e Sulejmanit një mbretëri aq madhe që si ka hije ma jo mbretëri dhe kujt tjetër pas ti. Allahu Teala kështu i tha pejgamberit ton të dashur. Ma atajtuke khairun min dhalik. Atë që ta kam dhënë tyje është shumë më e khairit se këtë që këto që i përmende. Një nga një tash do t'i numërojmë. Ty ta kam dhënë Keutherin, do me thënë khairin e madh. Ty të kam dhënë khair, dhe ulemat kanë folë, çfarë kuptimi ka fjala Keuther? Disa kanë thënë, është Kur'ani Kerimi, se nga shkronja e parë, deri te i fundit, është mu'jize, është një khair i madh. Ty të kam dhënë sahabi shumë të khairit, që do ta hecin dinin e Allahut deri në kiamet, dhe vazhdon çashtu, elhamdulillah. Apo disa dietar kanë thënë është një bazen, është një lumë në xhennet dhe kush pin pe aty edhe një herë më nuk etet ashtu si etemi neve në këtë botë. Apo kur mbajmë Ramazan, shkuma na shkon ka gojet, sidomos neve kur na vjen puna brenda dite të mbajmë ders. Pastaj emrin tënd e kam bë bashkë me emrin tem dhe thirret kjo në mes të qiejve. Ku bëhet kjo? Te ezani sherifi, ezani Muhammedia që thirret. Eshhedu en la ilaha illa Allah, ma pa menjer, eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. Apo një musliman për me u bo, një person për me u bo musliman, shahadetin e thot këndej, eshhedu en la ilaha illa Allah, u eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. Bashke kam ba emrin tand me emrin tem, që kalon kjo pjesë edhe te me vludi sherifi. U e gjaltu lerda tahuran leke veli umetik, dhe ketë ruzullin toksore kam ba të pastër dhe pastrues, për ty dhe për umetin tënd. Pra kur s'kemi ujë, mund të marrim tejemmum dhe gafertu leke ma te qaddeme min dhembik wa ma te akhar, dhe ti kam fal gjitha gjunafet e kaluara dhe të ardhshme. Keni këtu hoxhallar shumë të nderuar, duhet mirë dini edhe juve se si duhet t'i kuptojmë këto fjalë. Pejgamberi s'ka pas hiç gjunafe, as para pejgamberlekit, mbas pejgamberlekit nuk diskutohet. Fente temshi finnas maghfuran lek, dhe ti ecish në mesin e njerëzve si një njeri hiç pa gjunafe. Wa ja'altu qulube ummetike masahifha, dhe zemrat e ummetit tënd i kanë bën njëci fletat e atij ummeti. Çka do të thotë kjo? Neve në për fleta e shkruajmë Kur'anin apo? E shkruajmë po. Me po unë përmesh nuk e di. E ka këtu fjalën te ummeti jot do të bëj njerëz aq të mençur, me potencial aq të madh dhe me dashni aq të madhe ndaj kelamit tem, dhe e bëjnë përmendësh gjithë këtë kitab. Bëhet fjalë për hafëzat e bekuar. Allahu gjithve na bëf nasip në familje ta kemi një hafëz. Ja Rabi, çdo shtëpi nderoj me një hafëz. Hafëzi 70 vetave mund t'i bëjë shefat xhamat. Nëse je baba i hafëzit, normalisht e i pari ty do të bëjë shefat. Nëse je hoxha i hafëzit, inshallah i pari ose i dyti do të bëjë ty shefat, tamam.
Kjo është një tipar i pejgamberit dhe ummetit të tij. Ummetet e kaluara e kanë pas shumë vështirë, se ne ka bobe përmenç, ezber se ne ka bo. Neve 10 vjeçar, 8 vjeçar, 9 vjeçar, si me laj që na duken, subhanallah, nuk e din ndoshta çka tu boj hafizi. E thot një metën, e thot një tekst aq të shenjtë, 600 e kusur faqe, mendon se gjunafi atin e ka marr ata thosë, o hafizi dashur, o bilbili i xhennetit, ai çka e tu bove. Ama fëmijë është kur dhe rejtet dhe kuptoje. Allahu na gradoft neve së në bonëm, bile me një dashamir parës folëm u qudit kur e mur vesh. Gjali kujt jam. Hoxha Efendia u qudit me çfarë jam marrë në rinin time. Nuk na u bon nasip, ama inshallah të fëmijët e talebet nxjerrim sa më shumë hafëza. Wa khaba'tu laka shafa'atak, dhe kam kursyer vetëm për ty atë shefatin e madh botën tjetër kur do t'i shpëtosh të gjithë. Walam akhba'ha li nabiyyin ghayrak, dhe atë nuk e kam lënë për asnjë pejgamber tjetër, e vetëm e kam lënë enkas për ty. Me këtë inshallah mund ta mbarojmë dersin. Besoj se erdhi dhe koha për me fal Yatsin bashkë me Teravin. Allahu ju shpërblet xhamat. Unë kam një simpati të madhe për këtë xhamat. Inshallah sa herë që do mbjerë udha këndej, pa qetën këtë xhami të bekuar, me ardh shumë me gjithë zemër. E shumë rrallë thosë një hosh, një vepër e bësh me gjithë zemër, se na bojnë monoton punët. E përdit me xhamate ndryshme musliman, jo vërtet me Hoxhën Ahmet, me hoxhallar që i kam vizituar që këto ditë, me gjithë zemër i banëm këto. Allahu na e shkryt këtë sevap. Amin. Allahu Teala ju shpërblet Hoxha. Si e mbarojmë dersin dhe marrish. Mirë, atër, walhamdulillahi rabbil alamin. Kishim me safir Besim Efendi Luma, është një hoxhë të dhumor i brezit të rinë dhe Evropa. Besim Efendi Luma, unë njohë ka shumë kohë që në aktivitetet që i kemi parë në Maqedoninë në tokën tonë, kemi zatet disa organizime që ai ka përcjellë që i kemi bërë në. Dhe për atëherë kur e kam njohur, kam dëgjuar se çka bën, me çka angazhohet. Dhe kam pasur është dëshmi e një përkushtimi të lartë për të mësuar fjalën e Zotit dhe për të përcjellur fjalën e Zotit dhe ilmin e fesë. Besim Efendi Luma mori një kitab, Shifai Sherif. Më pëlqen dhe forma se si e quajnë Shifai Sherif. Këto kuadrat e Turqisë i ruajnë disa terminologji që na ngel merak, po e dëgjoj. Ne i themi Shifa, Shifa. Pa Sherif në botën arabe. Nërsa këto e ruajnë atë formën e vjetër të respektit ndaj gjitave, kam s'kam gozhëllar, ku kam mësuar Efendiun në Turqi. Shifai Sherif. Është një vepër shumë e madhe e Qadi Riyadit, ku ai e përshkruan pejgamberin alayhis salam dhe haket që e kemi në atij për të njohur atë. Shifai Sherif i gjuhojë sot në disa pjesë të cilët në pari ushku në kam dëgjuar për para Shehemin Sirajit në fatin në Istanbul, një pjesë të saj. Dhe përmendi Efendiu se lidhur në zinxhir me Emin Siraj. Pra, Shifai Sherif, të ulemat e ahli sunnetit, ka një peshë shumë të madhe, edhe atë të gjuhë filosofët nga hoxha i cili e përcjell me zinxhir deri te autori i kësaj vepre. Dhe ato rivajet të hadithëve gjithsesi për mesenet lidhur me Muhamedit alayhis salam. Allah i dashundet dhe sukses shumë Besim Efendiu, i cili këtë vepër ka përkthyer dhe ofruar në Shqip. Unë kur e pash jam gëzuar. Këtë vepër kam shpjeguar në disa herë në të dëgjon ligjëratat që kam mbajtur në mbështetur në Shifa. Kur e pash se hoxha ka përkthyer dhe ka bërë të kafshëm për lexuesin, më mbet shumë mëne. Dhe fitova dhe një respekt tjetër për Efendiu. Halal qoftë Efendiu. Unë para se ta dash dorën, thash mashallah. Për kushtimit, sinqeritetit, dashurisë për ilmin, i ka qenë gjimnazist. Edhe më habitet dhe me atë se me çfarë ishte marrë është sportist, ka qenë sportist, gjimnazist, volejboll. Tash mashallah, është sa më për të shonë zotin Allah i di më një shah. Allah u zanat që tonë, ja ka quar frymëzimin për gjimnazisti, me sakrificat që ka pas të shkojnë në Turqi, të mësoj, të ndroj orientimin, dhe të bëhet hoxh dhe njohë i vendit tonë.
Legjeron në eski xhami, me tek në eski xhami, se xhami shumë me histori në tokat tona. Ka qenë Efendi Xhemil Efendiu, se jam shumë i njohur me zhëllëve në botën shqiptare. Në cilën xhami ka mësuar Xhemal Efendia i Shegrani dhe para se përmendë orës se kishte dëgjuar për Xhemal Efendi. Xhemal Efendi ka mësuar te Xhemil Efendia, ja shikoni si lidhet tani ato pika që i tha. Shumë pika kemi. Ne kemi shumë pika për çfarë vllazën. Alhamdulillah. Më avim bërë që kemi vllazën shërlisi të Ashtë shërli tjetër. Ne kemi ka të ndarë, alhamdulillah. Në lidhe ju, ilahi për Zotë. Falënderë që edhe Allah të shëndet e jetë. Burime dhe për librën e mërë gjematit për shifar. Isha të vijë dhe një kopje dhe për gjematin tonë dhe gjematin janë është mirë për shkojnë për që të ditë e kërkojnë librën e shifar. Unë kam një kopje që më ka quar Botusi. Inshallah të kohë që në të më avër, dhe të marë si amanet në vlasën e këtë jam fërërin. Ashtë ndërë himi, inshallah shifën e në vetë për bashkët, po të ofrojmë literaturën islamë për popullën tonë. Unë si Ahmet, gjithëherë jam përkushtuar që Hanefit të njohën literaturën e vetë. Edhe këtë e të shmonë kohë. I thash dhe Elmedin, shi Samir Hoxha Besim. Pak mote ashtë maj madhë, Hoxha Besim sëse Hoxha Elmedin. Kja është magjistër e Zaheri, i dëshiroj që të angazhohet. Atë si ta ore shumë e madhe. Në njerë në i thonë, për të më mos bëmë është duke. Shethen kem hapë. Po më lamë brejnë sa fjale që ka të më zhëllarë të gjithë. Hoxha në bënë Hoxha Gjemati. Ne dinë sa mësoj me dje në botët tonë. Elmedin Efendiu është një rrugëllar më të lëvorë generatës vete në Arabinë. është në dirasat ulja, në magistraturën e sare të khassus kanë hadith. E bën tahqiq Nasrullah fi takhrij al-hadith al-hidayah imam Zaid al-Eid. Ku e din gjemati Nasrullah fi takhrij al-hadith al-hidayah? Që sa i vazhdon në profesionalizmin e vetë, pa mos ju qasur gjematit, dhe t'jesë një thesari pas bunuar. Dhe për atë i thash me Hoxhën, bënu aktiv. Ma që të bëjsh magistraturën e zërë të asosë shpërim magistraturës, dilë për para gjematit. A i ka sprovat e vete. Po unë sa nga dhe këmë qani kam shumë herët, e atëherë kam mësuar një shka që më ka motivuar të vazhdoj këtë rrugë të rish për para gjematit. Unë atëherë thoja, kush do të jetoj pak si Muhammed a.s. të duhet të madhë. Sa i ka qani madhë. E në që se dëndë që jetoj pak si a i të dalë shina për para gjematit. Atëherë përballë në gjematit. Me të mera dhe me të qia të gjematit. Se gjematit janë njerës. Sa njerës ka është mende ka, është ndjenja ka, është përshtipi ka, për të jashtë për kuptime ka, është pipami ka. E për të arrujt disiplinën profetike për para shumë kohësh, për para shumë sinish. Dhe të mëradet jesh i lidhur për sunetin Muhammedit, për personalitetit ti, për sabrit dhe të alim vetë. Ju dëshiroj të dive, Efendi, dhe të gjithë vëllarë verin mas nesh, për edhe neve, se në jemi shumë të vjetër për jush, në atë forcë që të vazhdojmë, të punojmë për atë që e quat mund me gjematin tim që e përmende, që vinë njerë të vizitojnë atje në Skizami, li të kune kalimetullahi l'ulja. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Fatiha.